Fjala sot. Familja. Përshëndetje miq. Mirë se vini në programin Fjala sot. Ky mësim vjen për ju nga pastor Paul Schroeder nga shërbesa Fjala sot. A keni menduar ndonjëherë pse familja është thelbësore për strukturën e shoqërisë dhe jetën e krishterë? Përse sulmet ndaj saj janë kaq të ashpra në ditët e sotme? Familja është një krijim hyjnor, një bekim nga Perëndia, që ofron dashuri, kujdes dhe themel për jetën tonë. Sidoqoftë, në botën e sotme struktura e saj është shpesh në rrezik. Bibla na mëson që të ruajmë dhe të përforcojmë familjen tonë, duke ndjekur modelin që Perëndia ka vendosur. Imagjinoni një familje të mbushur me dashuri, mirëkuptim dhe përkushtim, që reflekton lidhjen mes Krishtit dhe kishës së tij. Një familje e fortë, jo vetëm që i reziston sfidave, por edhe bëhet një shembull për komunitetin dhe botën përreth. Bashkohuni me ne për të eksploruar rolin e familjes sipas fjalës së Perëndisë dhe për të zbuluar se si mund të përforcojmë lidhjet tona familjare. Së bashku, le të ndërtojmë familje që nderojnë Perëndin dhe pasqyrojnë dashurinë e tij. Është e qartë se Perëndia e ka themeluar familjen si njësinë strukturore bazë të gjithë shoqërisë. Pikërisht kjo është arsyeja pse djalli po e sulmon familjen. Është shumë thelbësore të kuptojmë se shumë nga problemet që hasim në jetën tonë lidhen me familjen. Për shembull, flasim për çështjen e homoseksualitetit. Ky është një sulm i drejtë për drejtë ndaj familjes. Presidenti amerikan George Bush pati kurajon të qëndronte dhe të thoshte: "Ne do të mbrojmë faktin që martesa është për një burrë dhe një grua." E vërteta është se njerëzit e botës që janë jo besimtarë, që nuk e njohin Zotin, do të kenë marrëdhëniet e tyre dhe lidhjet e tyre, por ato nuk mund t'i quajë martesë. Martesa ka patur gjithmonë vetëm një kuptim, jo vetëm biblikisht, por edhe në të gjitha kulturat. Ajo është një marrëdhënie që ka për qëllim ndërtimin e një familje. Që nga fillimi i kohës ka ekzistuar një strukturë përmes së cilës Perëndia ka ngritur shoqërinë. Fatkeqësisht sot, në mesin e saj ka shthurje, duke u larguar nga ky model dhe duke shkaktuar një prishje të kësaj strukture. Megjithatë, në thelb të kësaj shoqërie do të vazhdojë të ekzistojë kjo strukturë dhe sidomos në kishën e krishterë, sepse ne njohim Perëndin që është arkitekti i saj, Perëndin që krijoi njerëzit dhe ndërtoi strukturën e familjes. Perëndia ndërtoi jo vetëm shoqërinë në këtë mënyrë, por edhe kishën e tij. Është e mrekullueshme mënyra se si Perëndia e ka themeluar kishën e krishterë. Le të shikojmë së bashku tek letra drejtuar Efesianëve. Kjo është një letër shumë e mirë e apostullit Paul për kishën e krishterë dhe nuk kërkon shumë kohë për ta lexuar. Lexoni kapituj 2 dhe 4, ku flitet për strukturën dhe mënyrën se si është organizuar kisha e krishterë. Është vullneti i Perëndisë që të ekzistojë familja. Kur fëmijët lindin, ata nuk mund të kujdesen për veten. Ata duhet të lindin e të rriten në një familje. Duhet të ushqehen, të lahen, të ndrohen, dikush duhet kujdeset për ta dhe t'i dojë. Ata nuk mund të rriten në shkretë të tirë. Fëmijët kanë nevojë për një nënë dhe një baba. Bota po ushtron një presion të madh mbi kishën e krishterë dhe kjo është e trishtueshme. Kjo e trishton zemrën time. Perëndia e themeloi kishën e krishterë që ajo të ketë një ndikim në botë, të sjellë njerëz në mbretërinë e tij, por fatkeqësisht është e trishtueshme të shohësh se bota është duke ndikuar mbi kishën e Jezusit. Është e tmerrshme të shohësh se sa shumë familje të prishura dhe sa shumë prindër të vetëm ka. Kjo është një sfidë e madhe. Nga do të vijë për kujdesja dhe dashuria në jetën e një bebeje të vogël? Shpresoj që martesa juaj të jetë ende e fortë. Nëse nuk është, pendohuni. Kërkojini falje Perëndisë. Përpiquni të mblidhni çdo copë të thyer dhe ta rindërtoni atë, duke patur parasysh fëmijët dhe niprit e mbesat tuaja. Mos u dorëzoni. Mblidhni forcat. Bëuni më të fortë. Ata që kanë një martesë të shëndetshme mund të lexojnë
letrën e parë të Pjetrit. Në fakt në Bibël ka dhe shumë vargje të tjera që mund të lexohen, por filloni me letrën e parë të Pjetrit kapitulli 3. Shpresoj që ato gra që mund t'jenë duke dëgjuar këtë program tani, të cilat kanë kaluar përmes periudhave të vështira dhe janë çliruar, mos jenë çliruar në mënyrë mëkatare. Shpresoj që ato të jenë çliruar përmes Jezu Krishtit, siç thuhet në letrën e Galatasve kapitulli 5. Kushdo që njeh Jezusin është i lirë. Një nga gjërat e para që i thash gruas time kur u martova ishte: Zemër, ti je e lirë të shkosh ku të duash, në çdo kohë, të bësh gjithçka, për sa kohë që është për lavdinë e Perëndisë. Kjo është liria e vërtetë, dhe unë kam të njëjtën liri me të. Perëndia nuk thot se burri duhet të jetë diktator. Kjo është e tmerrshme. Çdo bashkëshort i krishterë që e trajton gruan e tij në këtë mënyrë, nuk e ka kuptuar as pak konceptin e autoritetit. Ajo që Perëndia po thot, ka të bëjë me marrëdhënien midis Perëndisë dhe kishës. Çfarë bën Jezusi për kishën? Ai është kreu i saj. Kjo është e qartë dhe nuk ka asnjë dyshim për këtë. Por si e trajton ai kishën? Me dashuri, me mëshirë, me mirësi të jashtëzakonshme. Ai jep jetën e tij për kishën. Kështu duhet të jetë edhe një bashkëshort. 6 vargjet e para të kapitullit të 3 të letrës së parë të Pjetrit flasin për gratë. Vargu i 7 është shumë i mpret dhe shumë i qartë për burrat, dhe është një paralajmërim. Ju burra gjithashtu, jetoni me gratë tuaja me urtësi, duke e çmuar gruan si një enë më delikate, dhe e nderoni sepse janë bashkë trashëgimtare me ju të hirit të jetës, që të mos pengohen lutjet tuaja. Kur lexon vargun 7, është e qartë se burrat duhet i trajtojnë gratë në të njëjtën mënyrë që Krishti trajtoi kishën. Burri duhet të jetë i gatshëm të japë jetën për bashkëshorten e tij. E nuk ka asnjë grua në botë që nuk e do një burr që është i gatshëm ta bëjë këtë për të. Kështu duhet të funksionojë. Perëndia e ka themeluar martesën. Ai na ka dhënë këtë plan që fëmijët ta zbatojnë dhe të kenë bekimet dhe dashurinë e prindërve të tyre. Një ditë shkova me gruan në një restoran. Aty pranë, një djalë tek të 30-tat bashkë me gruan dhe 2 fëmijët e tyre. Ishin duke ngrënë e duke qeshur dhe po bënin plane, ndërsa kujdeseshin për fëmijët e tyre. Fëmia i vogël ishte në karrocë, kurse fëmia tjetër mund të ishte 3-4 vjeç. Jati u zgjat të jepte diçka që ajo pa në pjatën e tij. Këto ndërveprime zgjatën për rreth 45 minuta. 45 minuta dashurie pastër, komunikimi pastër, mirëkuptimi pastër dhe mësime të pastra nga ana e prindërve për të 2 fëmijët, madje edhe për beben në karrocë. Ndaj në zemrën e mendjen time bëra një lutje të shkurtër. Perëndi, ç'familje e bukur, e mrekullueshme. Sa do doja që bota të mbushej me familje të tilla. Pastaj vazhdova të mendoj për gjithë problemet e kësaj bote, për ndërlikimet e saj, për shkatërrimin e familjeve dhe tundimet e fëmijëve. Sa do të dëshiroja që të ktheheshim në strukturën sipas së cilës Perëndia dëshiron të jetojnë vendet, komunitetet, madje edhe kishat. Jeta jon duhet ta pasqyroj këtë, nëse vërtet e besojmë. Bota do ta shohë. Ajo do ta vërejë dashurinë tonë dhe qëndrimin që ne mbajmë ndaj njëri tjetrit. Ndjekësit e Krishtit ta imitojnë atë. Ne duhet veprojmë me njerëzit ashtu siç veproi ai. Ne duhet i trajtojmë ata ashtu siç i trajtoi ai. Në vargun e parë të letrës së parë të Pjetrit kapitulli 3, Perëndia nuk sugjeron që ju të martoheni me një jot krishter. Disa njerëz e interpretojnë ndryshe këtë varg. Ata thonë se për Perëndin nuk ka problem nëse martoheni me një jot krishter, por nuk është kështu. Në shumë vende në shkrim, Perëndia na paralajmëron në mënyrë të qartë për këtë gjë. Ai thotë që nëse një grua është bërë besimtare para se bashkëshorti i saj të bëhet besimtar, qëndrimi dhe sjellja e saj ndaj tij do të përdoret nga Perëndia. Sjellja dhe qëndrimi i saj duhet të tregojnë dashuri dhe interesim për shpëtimin e bashkëshortit. Dhe Perëndia do ta përdor këtë si motivim, si shtys. Ky është një varg i bukur për të ndarë me dikë
që ka një bashkëshort ose bashkëshorte jo besimtare. Të dashur miq, familja është një dhuratë e shtrenjtë nga Perëndia. Një institucion i shenjtë që formon themelin e jetës sonë dhe të shoqërisë. Në një botë ku sulmet ndaj familjes janë të shumta, është e rëndësishme që të kujtojmë modelin e përsosur të dashurisë dhe kujdesit që Perëndia ka vendosur për ne. Ne jemi thirrur të ndërtojmë familje të forta, të mbushura me dashuri, përkushtim dhe respekt të ndërsjellë, duke ndjekur shembullin e Krishtit dhe lidhjen e tij me kishën. Pavarësisht sfidave dhe thyerjeve, le të mos dorëzohemi, por të kërkojmë forcë dhe urtësi nga Zoti për të rindërtuar dhe forcuar marrëdhëniet tona familjare. Në fund, bota do ta njohë dashurinë e Krishtit përmes dashurisë dhe përkushtimit ton ndaj njëri tjetrit. Le të jemi shembuj të gjallë të hirësisë dhe besnikërisë së Perëndisë. Qoftë bekimi dhe udhëheqja e tij me ju dhe familjet tuaja. Nëse keni pyetje apo doni të mësoni më shumë për Jezusin, na shkruani në adresën tonë postare TWR Albania, kutia postare 130 Tiranë, ose në email twralbania@gmail.com. Këtë program mund ta dëgjoni në YouTube në kanalin TWR Albania, playlista Fjala Sot. Paqja e Zotit qoftë me ju.